Përshëndetje. Miq, janë dy tema ose dy çështje cilat unë ka kohë që po ju rri larg. Dhe po e shikoj të parën nga distanca e me të dytën nuk jam të u marrë fare. E para është çështja e Gazës. Ajo që është duke ndodhur atje nuk ka fjalë që mundet me përshkrua. Sidomos ditëve të fundit çka është duke bërë aparatura ushtarake e Netanyahut mbi popullin e pafajshëm të Gazës. Ka filluar spastrimi total i Gazës dhe ofenziva e fundit në fakt është e atill ku e tër ushtria e Izraelit është futur në Gaza, është për të qëndruar për herë aty. Pra, për të realizuar ajo që unë që 3 vite jam të e thonë, se lufta në Gaza nuk është nisë për shkak të ngjarjes së 7 tetorit 2023, por është nisë për realizimin e projektit cionist për spastrimin e Gazës. Ndërsa rasti i 7 tetorit, që ka qenë rast makabër, ka pas të vrarë shumë civil nga ana e Izraelit, që nuk ka qenë dash të ndodhë, njëjtë siç po thot Trumpi për luftën në Ukrainë. Kjo luftë nuk ka qenë dash të niset fare. Andaj, çfarëdo që bëjmë për të ndalë luftën është më mirë se të vazhdohet lufta. Pra, atë që është duke e bërë aparatura ushtarake, tani atje është e papërshkruar. Nuk po kam fuqi shpirtnore me i lexue rreshtat më dhe me përcjell situatën. Unë jam dërzue. Allahu i ndihmoft ata njerëz atje. Tragjedia e vërtet. E papar në histori. Fjalit e cilën më shumë se një herë e kam përdor. Historia dhe historianët kanë me u detyru, patjetër, me gjetë terminologji të reja për ta përshkruar në të ardhmen atë që ka ndodhur viteve të fundit me palestinezët në Gaza. Terminologjia e përdorur deri më tani është e pamjaftueshme. Termat nuk e përshkruajnë realitetin. Pra, edhe unë që e përcjelli politikën ndërkombëtare për vite të tëra, ma nuk po kam fuqi dhe nuk jam i vetmi. Ka shumë në botë që janë ndërzuar nga raportimi, shkrimi, diskutimi për gjendjen atje. Pika e dytë cilës jam të inet në distancë dhe as që po mirëm me të është komunikimi medial, komunikimi me media. Thjesht nuk po du të jam pjesë e debateve kakofonike. Nuk po du të marr pjesë në për studio, megjithëse që ka pas oferta enorme, presione enorme, fal Allahut ja dola mban, dhe unë ndërprejnë ma, edhe pra, insistimi jem që të mos jem pjesë e shqetësimit që po ju bëhet njerëzve. Jo të gjitha studiot, jo të gjithë analistët, jo të gjithë gazetarët e moderatorët, jo, ka njerëz të përmbajtur, njerëz që i përdorin studiot si ilaç, si akademi në cilat mësohet dhe prej të cilave kanë njerëzit dobi. Të ralla, por ka, si të ne, si në Shqipëri, si në Maqedoni dhe gjithë. Por unë, vendimi im përfundimtar është që përderisa nuk rregullohet situata, përderisa nuk krijohen ambiente të reja, unë të mos marr pjesë ma në për intervista dhe studio televizive. Është edhe arsyeja tjetër, e mos vlerësimi të kohës, të kontributit të mundit të dijes, mos vlerësimi si çdohet të vlerësohen. Nëse bëjmë unë ti një tregti, nëse edhe ti edhe unë nuk fitojmë së bashku, ajo nuk është ma tregtia, është eksploatim.
ajo është shfrytëzim i personit tjetër për interes temin. Është edhe kjo pjesë pra, por kryesorja është ajo që e thash kështu. Megjithatë, edhe pse te pika e parë thash për çështjen e Gazës, këtu detyrohem ta bëj një paralajmërim të kopshëm, një paralajmërim të zi, një paralajmërim tragjik që do me i ndodh palestinezëve. Kam shpresë tek Allahu Gjelle Shanuhu se do t'i prish këto lojra tragjike që po përgatiten për palestinezët. Më sakt, sonte këto do të flas për idenë e Donald Trump për largimin e palestinezëve, largimin e përhershëm të palestinezëve nga Gaza. Të premten e kaluar, në fakt deshta me bo me njere në aksham, në mbrëmje videon, posa u mor vesh, u zbulua një plan i kopshëm, i tillë, por thash let kalon, nuk po du me u marë, megjithatë sot po du ta shpjegoj. Ditën e premte, pra para 3-4 dite, NBC News raporton duke cituar 5 persona të njohur për çështjen nga administrata e Donald Trump se administrata Trump po punon për një plan që ti transferoj, qoftë edhe me dhunë përgjithmonë palestinezët e Gazës mbi 1 milion prej tyre nga rripi i Gazës drejt Libis, drejt shkretëtirës së Libis. Një egzod edhe më i trisht se sa egzodi i hebrejve në kohën e Musës alayhi salam, kur i merr prej Egjiptit, edhe ju thot mos pranoni më me qenë rob këtu, e atë shkojmë, është ajo historia e njohur, dhe më i kopshëm dhe më i rënd se sa egzodi, dhuna, dëbime të lidhur shumica prej 750.000 palestinezëve në vitin 1948, kur krijohet shteti Izraelit dhe i dërgoi nëpër 4 anët e botës, një pjesë prej tyre edhe në Venezuelë, në Kolombo, në Bolivi dhe sidomos në Argjentinë. Gjatë vizitës, 2 vizitave që i kam pas kohë më parë, para do viteve në Venezuelë, kam takuar palestinez të cilët ende jetojnë me lot në sy dhe i përshkruajnë ngjarjet kur i kanë dëbuar nga Palestina atëherë dhe i kanë dërguar lidh nëpër anije dhe shpërndar nëpër botë. NBC-ja në këtë rast citon 2 burime se një ish zyrtar amerikan ka thënë se plani është duke u shqyrtuar shumë seriozisht deri në atë pikë sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur bisedimet me udhëheqjen politike të Libis për realizimin e këtij projekti. Thuhet në atë shkrim, në atë lajm të NBC News se Donald Trump i ka propozuar Libis që në këmbim të zhvendosjes së palestinezëve në shkretëtirën e panë të Libis, administrata amerikane do të liron qindra miliarda dollar fonde që Washingtoni i kishte ngrirë për gjatë 16 vjetëve të fundit para të Libis. Pranoj palestinezët, unë ti jap parat. Donald Trump në fakt, para se me dalë ky lajm, e pa trondit botën kur gjatë shkurtit, kur u takue e priti Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë, në atë kohë para gazetarëve propozoi transferimin e banorëve të Gazës drejt Egjiptit dhe Jordanisë. Egjipti dhe Jordania, megjithëse që e dinin
se do t'ju kushton me ndërprerjen e ndihmave në miliarda dollar që SBA i jep këtyre dy vendeve, Egjiptit dhe Jordanis, Egjipti dhe Jordania e refuzuan këtë në shenjë të një farë humanizmi dhe obligimi moral që e kanë ndaj vëllezërve të tyre, që të mos pranojnë transferimin e tyre drejt Jordanis dhe Ammanit. Bile në atë mbledhjen, në takimin e Ligës Arabe, edhe ajo Moskoft, kur një punë të hajrit se ka bo, pa ta shkru para do dite për konferencën e shteteve islamike dhe për Ligën Arabe, dy institucioneve të vendeve muslimane që kur një punë të hajrit nuk kanë arrit me realizue. Muhabete, leximet të ajeteve, nisje me ajete, me hadithet pejgamberit me vaze, ma mirë se në për xhamia, me trishtu, me shti me kajt, ka t'ingojsh bisedimet aty. Por përfundimet e tyre dhe ato deklaratat përfundimtare të takimeve të tyre janë neveritse. Fjalë premtuse, fjalë kështu, por që kur nuk kanë mujt me realizu diçka që do të ishte në të mirën e vendeve të tyre, sa për me marë rroga. Nëjse, në një nga takimet e Ligës Arabe, Egjipti thot se toka e Egjiptit, kufiri i Egjiptit, mbas edhe i Jordanis anën tjetër të bregu perëndimor, janë dy mure mbrojtje arabe, dy mure mbrojtje arabe për t'i shpëtuar palestinezës. Po çfarë muri mbrojtës, po çfarë fjalë politike. Megjithatë që doli e mori dhënë ky lajm bombastik në botën islame, bombastik po them në shpirtat e njerëzve, qytetarëve, dhe jo vetëm të botës islame. Shqiqoni çka është të ndodhë këto ditë në për qendrat kryesore, metropolet evropiane. Miliona njerëz janë në për rrugë. Në Amsterdam, me ato ngjyrat, me tulipane, rrugë të Amsterdamit, sheshet të Amsterdamit kanë qenë dje par dje të mbyllura plotësisht, dhe të shumë vendeve në botën perëndimore, ku qytetarët ma, mbas edhe në Francë, mbas edhe në Britani, ku qytetarët ma, ata të cilëve ende ju kanë bet dylli i njerëzorës gjallë, nuk po mujnë me bo bal, me pa e me dëgjue për atë që është duke ndodhur në Gaza. Pra, jo vetëm arabët, jo vetëm muslimanët, këtu s'ka të bëj me dinin e me imanin, ka të bëj me njerëzorën, me atë krijimtari të Allahut, fi ahsenit takuim, që thëtë Kurani, e kemi krijuar njeriun në formën më të mirë, që ky njeri në formën më të mirë që e ka shpirtin njerëzor, që nuk i ka vdek shpirti, është duke reaguar për aq sa po mundet në katër anët e botës kundër aparaturës ushtarake të Netanyahut. Në anën tjetër Netanyahu, ministrat e tij, Ben-Gviri ai tjetri, vazhdimisht deklarojnë se do të realizohet premtimi i Zotit, do të realizohet toka e premtuar, Erdul Wuud, toka e premtuar do të bëhet kështu dhe as që dëshirojnë me ndi. E sheh kryeministrin spanjoll të Irlandës, të atij vende të ndryshme, përveç teknik këtu, e përveç Edi Ramës, sidomos, daljen me deklarata se do të ndalet lufta, do të shpëtohet populli palestinez, ndaljeni luftën. Kujna pithu ndaljeni luftën? Thjesht, pas gjithë kësaj atmosfere të krijuar, ditë e diel, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tripoli mohon raportin e NBC News se, citoj, administrata e presidentit Trump po punon për një plan për të zhvendosur mbi 1 milion apo deri në 1 milion palestinez në Libi. Tash, a është ambasada të e thonë jo të vërtetën, apo reagon për shkak të reagimeve që kanë marrë dhënë, sidomos
pas daljes së lajmit se Donald Trump po do me bo rivierën më të mirë në botë, e që aty zonin kryesor, fjalën kryesore e ka dhëndri i tij. Në fakt, ideja për transferimin, për dëbimin e palestinezëve nuk është e Trumpit që e thet një shkurt me Netanyahun. Unë e kam dëgjuar para 1 vjete, Gerard Kushnerin, dhëndrin e tij, i cili pati propozuar që të largohen nga aty palestinezët dhe të blejnë ai personalisht dhe Amerika atë pjesë të botës për me shndrua në një vend që do të jetë joshës për të gjithë ata të cilët dëshirojnë me vizitu. Me bo një rivierë, me bo një vend xhennet. E nga kush me u shfrytëzue, kush me gëzua te, me shfrytëzua të huajt. Po populli palestinez, çka me bo me ta, ata në Libi, apo në Gadishullin e Sinas, apo në shkretëtiren e Jordanis atje të deti i vdekur, e tutje e zi e mazi. Pra ambasada amerikane në Libi, në Tripoli, e refuzon si të vërtet këtë lajmë dhe thotë se është spekulim. Gjithsesi, gjendja aty është pra kjo të cilën po e shohim, të cilën po e dëgjojmë, po e lexojmë, gjendje e pa shpjegume. Gjendje për cilën po dosh me thonën në fund hasbunallahi wa ni'mal wakil. Allahu në ndihmoft, sepse Allahu ju ndihmoft atyre atje, sepse nuk ka ndihmatar ma të madh dhe ma të fuqishëm se Allahu. Gjendja është e atill sa unë nuk muj më shumë me e zgjat këtë video. Natën e mirë.